Rëndon akuzat mbi 2 të arrestuarit nga policia e Shkodrës në datën 26 mars 2025, të cilët nuk ju bindën urdhrit të policisë për të ndaluar motomjetin me të cilin lëviznin me targ të vjedhur dhe me numër shasie të ndryshuar. Nga kontrollet e kryera në vijim të veprimeve hetimore për këtë rast në lagjen 3 Heronjt, policia ka gjetur një pako me lëndë të dyshuar plasëse, e cila dyshohet se është hedhur aty nga këta 2 shtetas në datën 26 mars. Pakoja u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, ndërsa veprimet hetimore i kanë kaluar prokurorisë së Shkodrës për të plotësuar edhe më tej dosjen me akuzat ndaj 2 të rinjve. Ndërkohë në 24 orët e fundit, specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve arrestuan një 33 vjeçar pasi në pikën e kalimit kufitar të Muriçanit, ndërsa po linte Shqipërinë, gjatë kontrollit fizik ju gjet një sasi lënde e dyshuar narkotike kanabis sativa që u sekuestruan si provë materiale bashkë me automjetin dhe celularin e të riut. Ndërkohë specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan një 64 vjeçar banues në Shkëz pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu janë referuar materialet në prokurori ku nisi procedim për një 36 vjeçare banuese në Gramsh, pasi në aksin rrugor Kukël Barbullush me automjetin që drejtonte ka përplasur një tjetër automjet me drejtues një 33 vjeçar. Si pasojë është dëmtuar lehtë pasagerja që ndollej në automjetin e kësaj shtetase. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori ku nisi procedim në gjendje të lirë për një 29 vjeçar, pasi është konstatuar duke drejtuar një automjet në të cilin mbante pa leje shenja dalluese si të policisë Fenelina që u sekuestruan si provë materiale bashkë me automjetin.